Seanca e sotme parlamentare u shënua nga një shkëmbim jashtë për fjalësh mes kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ish-ministres së punëve të jashtme Elisa Spiropali. Berisha i kritikoi Spiropalin duke krahasuar me klonin e Lubis dhe duke theksuar se ngritja e saj politike ishte rezultati i mundësive që janë dhënë, jo meritës së saj personale. Je viktima më e parëndësishme e Lubis dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj, si kur ti kështë e korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu, e veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të Lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bërëshe ti zëvëndës kryeministre. Nuk ta priste mendja se ishte kjo tjetra. Kloni Lubis. Ja ku e ke klonin. E ti ke probleme të mëdha në shkenca. Kjo është kloni. Ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Reagimi i Spiropalit erdhi matur, ajo theksoi se çdo individ mbart përgjegjësinë për veprimet e tij dhe se debatet të tilla duhen parë si mundësi për analizë dhe reflektim. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët. Të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Përveç përplasjes me Berishën, Spiropali pati më herët një replik të shkurtër dhe me deputetin Këlliçi. Largimi i ministres jashtme, si pjesë e klubit të anglishfolësve në PS, të ka detyruar të radikalizohesh nga një merak i brendshëm që mund të kesh. Situata pasqyroi një klim të tensionuar në parlament ku debatet mes opozitës dhe ish-ministrave vjen të jetë i ashpër dhe shpesh i personalizuar. Unë nuk flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë tu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër.